Përveç Neveri, që rri nga 3-4 orë çdo ditë në media, duke trilluar dhe shpifur, për të gjithë ata që mendojnë kundër tij, po ndjejmë edhe keqardhje, sepse nuk po mundet më edhe të ngrihet në këmbë. Të bëjmë thirrje që boll torturove demokratët, por po torturon veten, familjarët, të cilët nuk paskan as trup, as shpirt, që të ndalojnë ty për ato që po shkakton. Disa mendonin që edhe mund ta rikthesh Partinë Demokratike në pushtet. Disa mendonin që mund ta rrezosh Ramën për 6 muaj. Disa mendonin se Anglia, Amerika të kishin shpallur kot non grata. Disa mendonin se energjitë tua mund të bëjnë diçka. Por sot të gjithë janë bindur se janë thjesht interesat personale ato që po të degradojnë, qoftë moralisht, qoftë shpirtërisht, qoftë në të gjitha drejtimet për të cilat ti i shkrive si kripa, jo vetëm këto 36 vjet, por edhe 20 vjet si sekretar byroje në komunizëm. Maska është çfarë? Janë disa njerëz që mashtrojnë bukur dhe nuk kuptohen, dhe kjo vjen nga inteligjenca, por dhe kjo të ka shteruar. Tashmë, si thua sot, nuk thua nesër. Deri dje thoje që po të kandidosh pa rival, do të njollosesh dhe historia do të dënoj. Sot thua Partia Demokratike po bën zgjedhjet më të rregullta dhe patjetër në partitë e djathta, kur votohet një antar një vot, duhet vetëm një person. Sa turp, sa i pacip, sa i paskurpull. Po dëgjoja sot njërin nga ata që ke skualifikuar nga gara. Në fakt, fliste drejt, por se di pse t'u bashkua. Se po të ishte bërë deputet, nuk besoj se do i thonte ato. Prandaj edhe njëherë, të gjithë ata njerëz pa busull të kërkojnë falje atyre të tjerëve që nuk u bashkuan këtij bataku, të mblidhen të gjithë bashk, intelektual, njerëz të ndershëm, popull i liridashës dhe të çmontojnë, jo vetëm Saliun, po të gjithë ata që e kanë kap Partinë Demokratike, opozitën për gryke dhe nuk lejojnë që demokracia të triumfojnë. Jam më i bindur se kur, edhe pse s'kam pasur dyshim as një sekond se shpallja non grata ka qenë e drejtë për minim të demokracisë dhe korrupsion madhor. Ky është minimi i demokracisë, kur nuk i le demokratët të bëjnë detyrën e tyre, kur pengon rotacionin dhe i jep Shqipërisë një qeverisje më të korruptuar, sepse opozita është gardiani, jo vetëm për ruajtjen e dinjitetit dhe garantimin e pluralizmit, por dhe krijimin e pamundësisë të qeverisë për të abuzuar me popullin dhe fondet publike. Ju jeni bashk dhe marrëveshja juaj do të vazhdojë, por të jeni të bindur se do të merrni atë që meritoni. Brinjët e trekëndshit Bermudës do të bien një e nga një.